Sërish në TikTok të ndalemi ditën e sot me tek disa zhvillime të rëndësishme, do të flasim për prokurorinë e Hagës, e cila ka artikuluar një kërkesë që shkon për te një procesi penal të zakonshëm dhe prek thellë dhe ndërgjegjen kolektive të Kosovës. Pra 180 vite burg në total për 4 ish-komandantët e UÇK-s Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Kresnishin dhe Recep Selimin. Kjo nuk është thjesht një shifër e madhe, por nga ana tjetër është një akt akuze dhe një moment që sfidon mënyrën se si kuptohet tashmë drejtësia ndërkombëtare dhe kujtesa historike, por dhe raporti mes ligjit dhe të vërtetës. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këtë çështje ditën e sotme, kam të ftuar gazetarin Bekim Adili. Zoti Adili, ju përshëndes kënaqësi. Gjithashtu edhe nga ana ime. Zoti Adili, nisim me procesin pra që ka ndodhur në Hagë. Kërkesa për 180 vite burg nuk është thjesht ashtu një shifër si e thash, por është një mesazh që prek identitetin, narrativën e luftës dhe mënyrën se si historia e Kosovës tashmë po riformulohet në sallat e gjyqit. A kemi të bëjmë, zoti Adili, tashmë me një drejtësi të barabartë apo ndoshta është një standard i dyfisht që po rishkruan historinë? Pikërisht ju vendosët atë pikën mbi aty ku realisht qëndroni gjithë shqetësimi i opinionit ndërkombëtar, do ta quaj, për faktin se tani më po vritet drejtësia në atë çfarë ne kemi besuar më shumti në drejtësinë ndërkombëtare. Dhe kur kjo po devion dhe kur drejtësia kthehet në vendime politike, atëherë krejtësisht po humbasim atë pak besim që kemi në drejtësinë në shtetet në cilat neve jetojmë. Dhe kjo lloj padrejtësie aspektit ndërkombëtar padyshim që është një këmbën alarmi për shumë situata të cilat lidhen me interesat të ngushta politike, mbi të cilat edhe merren akt akuzat përbas në këtë rast. Dhe duket qartë çfarë duhet na shqetësojë është më shumti ideja se në këtë lloj si them lufte mbi atë çfarë synojnë qarqet antishqiptare, me sa duket lobimi i Rusisë apo qoftë edhe i Serbisë ka qenë shumë i fuqishëm në kontekst me atë çfarë quam prokurorinë e atjeshme. Për faktin se akt akuzat tani mos t'i përsërisim janë absolutisht të pa baza, sot po kemi atë mbrojtjen nga ana e avokatit Hashim Thaçit dhe të pjesëtarëve tjerë të UÇK-s, dhe që po thonë jo që janë të logjikshme, jo se janë mbrojtje të Hashim Thaçit, por ato janë si thua deklarata të cilat qëndrojnë dhe hedhin poshtë çdo lloj akuze nga ana e prokurorisë, por se si do të jetë vendimi i gjykatës i gjithë shqetësimi dhe pritshmëria fokusohet si thua tek ky vendim i cili duhet të merret në muajt në vijim. Por realisht është një situatë kritike, shqetësuese, për faktin se aty tani më të gjitha kemi thënë dhe është krejtësisht e qartë, nuk gjykohen individ, por gjykohet lufta e drejtë çlirimtare e Kosovës, aty ku tani më kthehet ose barazohet xhelati me viktimën. Po të shikosh edhe akt akuzat e më hershme të ngritura ndaj Miloševićit apo Ratko Mladić, Radovan Karadžić, që janë domethënë pjesë e luftës së Bosnjës, pavarësisht se ndaj atyre është shqiptuar dënimi i përjetshëm, vetëm një diçka ndryshon tek vitet dhe tek vendimi i përjetshëm, se edhe ky është domethënë një dënim nga ana e prokurorisë që kërkohet i përjetshëm për pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra kemi një lloj krahasimi, një njësim të paqëndrueshëm, ndërkohë që atje kemi një gjenocid të përmasave botërore mund ta quaj, por padyshim rajonale, po gjenocidi i cili ka ndodhur në Bosnjë dhe në Kosovë, dhe kemi një vendim po të ngjashëm, se 45 vite apo 180 vite për të katër bashkë, thatë ju, është i ngjashëm me një vendim gati të përmasës një burgimi të përjetshëm. Dhe kjo është krejtësisht duket në pamje që është tendencioze dhe e papranueshme, por se si do të lëvizin tani konjunkturat e asaj çfarë quam diplomacia e nën tokës për të lobuar me shtetet
të cilat neve i kemi aleat, këtu duhet tani më të vendoset në lëvizje dhe besoj se këtë do të realizoj përsa kanë kapacitetet dy shtetet tona, Shqipëria dhe Kosova, por edhe pjesëtar tjerë padyshim të shteteve të cilat janë thash aleat të shqiptarëve. Është një betejë jo e vogël, është një betejë shumë e rëndësishme dhe që do të përcaktoj padyshim edhe më vonë atë fatin e bisedimeve me Serbinë dhe qasjen se si do të jenë, si thua, pozicionet e shqiptarëve me serbët në këto dualitete. Në fakt, zoti Adili, lufta e Kosovës nuk ishte konflikti barabartë pra mes dy shteteve, por përballje me një makineri shtetërore dhe një populli që kërkonte mbijetesë dhe nga ana tjetër çdo gjykim që injoron të gjithë këtë sfond që unë përmenda rrezikon të krijojë ndoshta edhe perceptim të deformuar. Mendoni se sot po gjykohet lufta çlirimtare jashtë çdo realiteti që e prodhoi këtë? Padyshim, në pyetjen tuaj jepni edhe përgjigje dhe them se kjo është një opinion apo një bindje tërësisht në përmasat më dha, jo vetëm brenda botës shqiptare, por tek gjithë secili që realisht gjykon mbi atë çfarë quajmë drejtësi reale. Nuk mund të akuzosh ushtrinë çlirimtare të Kosovës, pjesëtarët e saj, të cilët kanë luftuar për të mbrojtur popullatën, vendin për të çliruar pra nga ky okupatori atëhershëm për krime kundër njerëzimit. Është diçka e pa kuptim një ushtri e cila ishte me armatime të lehta në një organizim më shumë vullnetar, pa realisht një lloj komande e cila kishte një ndikim dhe kishte, si thua, atë mbikëqyrjen edhe se si lëviznin pra trupat e radhëve të saj, për ashtu si ishin në forma më shumë guerrilase, që të patur kontroll të madh ndaj çdo individi, ndaj çdo pjesëtari shqiptar të atëhershëm i cili vishte uniformën e UÇK-s, por qoftë edhe pa uniformë luftonte për të mbrojtur Kosovën, për të mbrojtur pra atë lloj genocidi i cili po i afroheshte Kosovës dhe lufta kundër njerëzimit padyshim në përmasat e terminologjisë juridike është ndërmarrë dhe është realizuar nga ana e Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë dhe nuk ka logjikë të ketë ndodhur e kundërta. Pra këto akuzat mos them që janë qesharake, por realisht nuk absolutisht nuk janë të besueshme as për logjikën e shëndosh të njeriu, por them as pak për juristët. Por ajo çfarë duhet të na shqetësojë është edhe një fakt tjetër që dua ta përmend, sepse kur i kthehemi vetes shikojmë që kemi shumë mangësi, dobësi dhe nuk e di se sa realisht nganjëherë do thuaja vlen të sakrifikosh në kuptim të një mungesë dinjiteti, do ta thosha, shumë të madh që po na ndodh brenda mentalitetit dhe veprimit, por edhe botës, si thua, mentale të tonën e cila na ka shoqëruar historikisht, që jemi e keqja e vetes, që e kthejmë një lloj inati në armiqësi, që përpiqemi duke patur një urrëtie të pafrenuar ndaj një individi, po vendosim pikpyetje të ardhmen e kombit, të ardhmen e shtetit dhe të një sakrifice sublime dhe shekullore, si që ndodh me këtë rast ku kemi mbi 100 dëshmitar shqiptar të paraqitur në Hag dhe kundër Miloševićit, nuk e di a kalon apo s'kalon 50 të tillë. Pra kjo është ajo çfarë më shumë ti na lëndon, duhet ta ndjejmë veten, si thua, në një lloj kuptimi, mos të them të turpruar, por që duhet këtë lloj argumenti ta kthejmë në një aksion absolutisht presioni, do të thosha, ndaj shqiptarëve të pandërgjegjshëm që duhet t'i thrasin mendje, sepse këtu nuk gjykohet individi, këtu gjykohet Kosova, pavarësia e saj dhe lufta e drejtë çlirimtare e Kosovës. Kjo është ajo çfarë neve tani është momenti për të na shqetësuar për faktin se i kemi krijuar një lloj komoditeti dhe hapësire diplomacisë, jo vetëm serbe, por dhe ruse, që të veprojnë në këto momente në atë çfarë ato e kanë si dëshmi këtë akuzë të prokurorisë, e cila
ju vlen për të na sulmuar në arenën ndërkombëtare për çnjohjen e Kosovës, për mos avancimin e saj, nesër për të qenë më të fuqishëm në tryezën e bisedimeve, në këtë dialog i cili për momentin është në avantazh të tyre dhe jo tonën. Dhe gjithë kjo ofenziv mund pastaj të krijojë edhe atë efektin sinxhiror që bota sërbe e cila është e ulur këm kryqe edhe në Shkup mund të ngrej po pra për të rishqyrtuar lëndën e Tribunalit të Hagës për revolucionin luftën pra e vitit 2001 në Maqedoni dhe të krijojë një lloj tensioni i cili mund të riciklohet padyshim në krizat të cilat nuk mund të themi se të kujt natyre mund të jenë, por që kjo do të ndodhi nëse mendoj unë nuk do të kenë një gjykim të vërtet nga Haga për muajt të cilët vinë më pas. Ndërkaq, Zoti Dili, ka figura të përfolura për përfshirjen në krime të rënda që nuk janë përballur me procese të ngjashme ndërkombëtare dhe kjo krijon sigurisht atë ndjesinë selektive pra që përdoret. Pse disa dosje, Zoti Dili, duket se zbehen me kohën ndërsa të tjerat marrin peshë të jashtëzakonshme, siç është edhe kjo e Hagës që po ndodh tani për Tacin dhe të tjerët? Kjo ndodh edhe për arsye të zhvillimeve të gjeopolitikës, ndodh edhe për aspektin edhe të fajësisë sonë se nuk kemi qenë ndoshta sa duhet si thua të përfshirë për të mbrojtur realisht përfaqësuesët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës atje për të mbrojtur vetë Kosovën, pavarësinë e saj e kështu me radhë. Pra nuk shikoj që kemi një agjendë reale, një agjendë do të thënë intensive, një përkushtim dhe preokupim të cilit i takon rreth parë Kosovës, por padyshim edhe Shqipërisë, apo pse jo të koordinuar njëra me tjetrën për që të kishin ushtruar një lloj diplomacie dhe tërësie më të fuqishme dhe mos ngeleshte si thua vetëm në duart e organizatave të nga lufta, realizuar ato demonstrata, protesta, reagime të natyrave të ndryshme që ne i kemi pa në Bruxelles, në Prishtinë, Tiranë, Shkup, dhe që pritet 17 të shkurt tani të kemi atë marshin e kërkimit të pafajësisë dhe lirisë e jo drejtësisë politike. Pra, mendoj se duhet pranuar që kemi një fajësi jo të vogël edhe ne si shqiptar them për dy qeverit tona konkretisht, por edhe për struktura dhe mekanizma tjerë të shoqërisë shqiptare. Pra nuk është lëvizur sa duhet, duke pritur në atë çfarë quhet një drejtësi ndoshta reale nga ana e faktorit ndërkombëtar, por duke ditur se çfarë po ndodh dhe na ka ndodhur në histori neve se kemi qenë gjithmonë të dëmtuar, është dashur pra që të kemi një lloj platforme dhe një lloj strategjie më mirë të menduar për të vepruar në këto raste. Zoti Dili, ndërkaq çfarë ndodh me besimin ndaj institucioneve ndërkombëtare nëse drejtësia pra përceptohet selektive ashtu si e tham, kur pasi drejtësia nuk është vetëm vendim gjyqësor, por nga ana tjetër është edhe perceptim publik, pra nëse një shoqëri e tërë ndjen se procesi është i njanshëm, pasojat më tej shkojnë edhe përtej një sallë gjyqit. Keni shumë të drejtë, nëse vërtet do të ketë një vendim të kësaj natyre, padyshim që shqetësimi do të rritet në mungesë të një drejtësie të cilës ne kemi besuar tek faktori i jashtëm, por jo vetëm ne, këtë lloj ndjesie dhe perceptimi padyshim do ta kenë shumë kombe tjerë, shumë shtete tjera dhe për mendimin tim do të vendoset në pikpyetje legitimiteti i Tribunalit të Hagës dhe që nuk e di se kush mund të jenë më pas veprimet e aspektit politik dhe diplomatik, por mendoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës nga shqiptarët pse jo duhet të jetë një institucion ndërkombëtar i cili mos njohë legitimitetin fundja të këtij vendimi, edhe pse pas këtij vendimi pastaj kemi të drejtën e apelit, i cili po prapë merr një kohë 2 deri në 3 vite tjera, që mund të krijojë një lehtësim të dënimit i cili do të vijë nga ana e gjykatës në muajt në vazhdim. Por ajo çfarë dua të them është se kjo do të na fusi në një lloj cikli mosbesimi tek drejtësia dhe kur mungon drejtësia, padyshim aty pastaj kemi të vështirë që të
besom në zhvillimet e tjera të cilat do të lidhen me turistin që mund t'i ndodhi Kosovës për të realizuar dialog me Serbinë. Kur kjo drejtësi mungon atë tribunal të Hagës, i cili është ngritur për të nxjerrë drejtësi dhe jo për të krijuar si thua thash edhe më herët viktimën Xhelat dhe Xhelatin për të amnestuar, sepse kështu i bjen, po përkthelet Serbia dhe po Kosova po penalizohet. Atëherë më thuaj si do të ulet nesër kryeministri i Kosovës Kurti apo delegacioni i Kosovës, qoftë edhe në një përbërje më të madhe, me atë lloj drejtësie e cila mungon në Hag për të zhvilluar bisedime me Serbinë. Kujt do t'i besohet? Lajçakut, i cili doli me skandalet e Ishtajn edhe skandalet të kësaj natyre kemi edhe me personalitetet tjera në Bashkimin Evropian, ku realisht ato nuk e din veten se ku janë në këto momente, duhet t'ju besom atyre, dhe po prap duhet t'i kthehemi një lloj besueshmërie më të madhe dhe kërkimin, si thua, e kësaj zgjidhje aty ku është gjetur edhe në vitet e 90-ta tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila pa ndërhyrjen e atyre Ballkani sot mund të ishte në një zonë po prap lufte dhe konflikti. Pra Europa është treguar e paaft, tregohet gjithnjë e tillë dhe sidomos kur vjen në çështja e shqiptarëve, ato kanë mbajtur një lloj pozicioni të rikë mos e kot, mos them kanë qenë në favor më shumë të Serbisë se sa Kosovës. Kështu që nëse nuk do të kemi një vendimarrje të drejtë për lirimin e kupolës së UÇK-s, atëherë realisht bisedimet me Serbinë nuk kanë kuptim për faktin se ofensiva atyre në tavolinë do të jetë shumë agresive se deri më tani. Atëherë për çfarë bisedimesh do të bëhet fjalë në një dialog të tillë kur kemi një padrejtësi aty nga ku ne presim drejtësi e cila mund të ndikojë pastaj edhe në atë çfarë quam për afrimin e marrëveshjes së një dialogu mes Serbisë dhe Kosovës. Prandaj ky vendim ka shumë peshë dhe që pasojat do të jenë jo të vogla nëse nuk do të kemi një vendim real për lirimin e 4 mbartësve të asaj çfarë ne e quam si sublime ushtria çlirimtare e Kosovës dhe bashkë me atë edhe pavarësia e atij shteti dhe perspektiva e vetë rajonit. Pra, ky vendim do të ketë një lloj efekti i cili o do të kemi një sinjal shprese për paqe, ose do të kemi një moment tjetër i cili do të mbajë në tension, pasiguri dhe në kriza Ballkanit dhe rajonit. E qartë. Mirë, zotëra Dili, për të kaluar tek një tjetër çështje, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe përmbylljes së gjithë ankesave që patën partitë dhe kandidatët politik, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur dhe seancën e parë pra të konstituimit të kuvendit të ri të Kosovës. Mendoni se tashmë do të arrijnë partitë të konstituojnë kuvendin pa bllokata, apo nga ana tjetër vendi ndoshta mund të rrezikojë edhe një gërç të ri institucional? Momenti i fundit i gjykatës së Hagës duket sikur ka reflektuar pozitivisht edhe në deklaratat e kryeministrit aktual dhe të ardhshëm të Kosovës, Albin Kurti, të Glauq Konjuca, dje kishte një pozicion dhe një prononcim shumë shpresëdhënës për atë çfarë ne dua për afrimin pra të palëve, i cili shprehu gatishmëri për të mbrojtur, për të qenë në Hag në krahun e themeluesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kjo lloj gjuhe tani më po lën si thua shpresë dhe hapësirë për një bashkëpunim për të ardhmen, edhe pse numrat vetvendosja i ka për të konstituuar parlamentin dhe ajo pritet që të ndodhi dhe do të ndodhi besoj sot, por që problemi më i madh është me zgjedhjen e presidentit apo presidentes aktuale, e cila kërkon një konsensus të paktën me një nga partitë opozitare për të arritur atë numrin e nevojshëm të 80 deputetëve që duhet të jenë në kuvend ditën e zgjedhjes. Dhe kjo është një sfidë të cilën unë mendoj se duhet ta kalojë dhe do ta kalojë, kam shpresë, klasa politike atjeshme, për faktin se tani jemi përballë një situate për të cilën ne folëm pak më përpara që mos përsëritemi, të një gjykimi që i bëhet Kosovës dhe jo 4 individëve. Këtë ka të qartë gjithsecili, më shumë
padyshim pesha e përgjegjësisë është tek qeveria e Kosovës, kryeministri Kurti, i cili do të gjejë se mekanizma për të arritur konstituimin e parlamentit, zgjedhjen e organeve të parlamentit dhe më pas atë çfarë presim zgjedhjen edhe të presidentit, që të jenë më të konsoliduar pra partitë politike në Kosovë për patur qëndrime më të unifikuara dhe që të nesërmen të përgjigjen asaj çfarë kemi ne pritshmëri me plot përgjegjësi dhe me dinjitet përballë kësaj situate e cila po vendos, si thua, do ta them prap në pikë pyetje të ardhmen e Kosovës, stabilitetit të saj dhe të rajonit në tërësi. E qartë, mirë, zë Adili, për të mbyllur, ndërkaq, mendoni si kjo lëvizje tashmë është për të garantuar stabilitetin apo ndoshta edhe një mënyrë për të ushtruar presion me të gjitha forcat politike që të nxitojnë edhe marrëveshje dhe nga ana tjetër sa i përket edhe buxhetit të miratuar. Pra pa një buxhet të miratuar, shumë projekte dhe obligime shtetërore do të mbeten pezull dhe çdo vonesë sigurisht do të kishte pasoja direkte ekonomike, por edhe sociale. Mendoni se do të përdoret buxheti si një mjet presioni mes të gjitha partive për të siguruar ndoshta poste dhe ndikime? Unë jam besim plot në këtë rast, bazuar edhe në të kaluarën kur është përballë klasa politike në Kosovë me momente të këtilla delikate dhe ato kanë patur gatishmërinë, vullnetin për të kaluar veten dhe për te asaj interesit partijak apo mos të them individual dhe kanë ditur që të marrin pozicione të cilat kanë qenë në shërbim të shtetit Kosovës, të popullatës dhe perspektivës së saj. Kam bindjen që edhe kësaj radhe padyshim do të zhbllokohet edhe ajo çfarë ju quani buxhet, i cili edhe lidhet edhe me një garant tjetër i cili pritet të jepet nga Bashkimi Evropian, nga Fondi Monetar Moskavoj dhe nga Banka për Zhvillim dhe Ndërtim, që është jo më pak rreth 900 milion euro, rreth 1 miliard euro, pra bashkë edhe me buxhetin e Kosovës, do të zhbllokojmë edhe këto grante tjera të Bashkimit Evropian që po rrin tani si thosh të ngrira, por mbi të gjitha trysnia dhe momenti padyshim historik i kësaj situate, kam besim që do të ketë një vullnet tek pala klasës politike në Kosovë për të arritur këtë lloj konsensusi i cili do të lidhet edhe me zgjedhjen e presidentit, do t'i hapet të rrugë pra më në fund një lloj stabiliteti dhe konstruimi të gjithë institucioneve që të kemi pra një situatë të qëndrueshme dhe për të hapur rrugë edhe me dialogun strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është jetike për Kosovën. Unë mendoj se kjo do të ndodhi për faktin se është faktori kohë ai i cili e kërkon dhe kam bindjen që përgjegjësia në këtë rast do të jetë e lartë tek gjithë secili nga ne përfaqësuesët të politikë pranë Kosovë dhe kam besim dhe them edhe një herë që kjo do të ndodhi në ditët në vazhdim për ta përmbyllur në muajin mars atë çfarë e kanë më shumë si dilemë zgjedhjen e presidentit të Kosovës. E kundërta pastaj do të ishte fatale, do të ishte e patolerueshme dhe e pafalshme nëse do të kemi një ngërç tjetër i cili do të fosi Kosovën në një izolim dhe në një situatë, mos them të pashpresë, por në një gjendje kaotike e cila më pastaj nuk e dim se si do të mund të menaxhohet e gjithë kjo situatë e cila kërkon thash unifikim, përgjegjësi dhe jo lojra politike, për faktin se në të kundërtën atëherë padyshim që gishti do të vendoset mbi atë çfarë ne quam jo mos përgjegjësi, por një lloj akti tradhtie ndaj perspektivës së Kosovës. E qartë, mirë, zoti Adili, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur tek zhvillimet politike në vendin tonë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do të ndalemi tek zhvillimet politike në vendin tonë. Do ta nisim me protestën e zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga Partia Demokratike dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi.
Përshëndetje, nderuar, kënaqësi dhe për mua. Zoti Lezi, flasim për protestën e ditës së djeshme, pra një tubim politik që nisi si një shprehje pa kënaqësie, por nga ana tjetër përfundoi edhe me dhunë përplasje me policinë dhe 16 efektiv të lënduar. Situata mbrëmjes së të martës tregon sigurisht se linja mes protestës dhe rrezikut tashmë duket se është i kaluar disi. Mendoni se mund të ishin parandaluar për shkallëzime dhe kush do të mbajë përgjegjësinë kryesore tashmë? Nderuar, në çdo protestë e cila lajmërohet, në rastin konkret një protestë e lajmëruar paqësore nga ana e organizatorëve, Partisë Demokratike, gjithë grupit opozitar dhe saj, për të shfaqur pakënaqësitë që ka populli opozitar ndaj qeverisjes, kuptohet ka protesta kanë ato dinamikat e tyre që lidhen me aspektet e organizimit, menaxhimit, reagimit të protestuesve, sikundër edhe forcave përballë saj, që policisë në rastin konkret, gjithë jemi dëshmitarë asaj që u pa dhe u dëgjua dhe nga media, dhe mendoj lidhur me përshkallëzimin e saj që përshkallëzimi është, po themi, është shfaqje e natyrshme e reagimit popullor ndaj pakënaqësive që ka ndaj qeverisjes, dhe si i tillë kuptohet mund të ketë edhe përplasje në kuptimin e elementeve, po themi, të reagimit popullor ndaj për pakënaqësitë e saj. Dhe në rastin konkret, nëse flitet për një përshkallëzim të saj apo për një parandalim, kemi parasysh që është aspekt menaxhimi dhe organizimi, apo reagim kundër reagim, dhe si i tillë kuptohet nuk është vetëm një palë në këtë rast e cila mund ta menaxhojë apo mund ta ketë në kontroll absolut të gjithë situatën, për shkak të faktit se janë emocione të cilat duhet kontrollohen, duhet menaxhohen, dhe kur flisim për emocionet, askush nuk i ka në mënyrë të absolute kontrollin e tyre, dhe si e tillë kur flitet për protesta, kemi parasysh reagim, kur themi për reagimi i cili është opozita e ka lajmëruar si paqësore, po kemi parasysh që format e reagimit janë me qindra, të cilët njihen tashmë edhe në literaturën e protestave edhe tubimeve, dhe në rastin konkret ajo mund shmanget në kuptimin e saj nga gjitha palët, nga palët që i protestojnë, nga ato që i organizojnë, nga palët që janë përballë, policia në rastin konkret, sikundër edhe gjithë struktura dhe institucionet të cilët e përfshihen dhe kanë të bëjnë me organizimin, menaxhimin dhe kontrollin e protestave, sikundër edhe nga vetë individëve. Dhe kur përgjegjësia absolutisht nuk është individuale, dhe në kuptimin është një përgjegjësi e cila lidhet me nëse ka pas element të kësaj natyre që ju përmendët, sepse opozita nga ana saj ka dënuar dhunën dhe ka reklamuar si protestë paqësore, është distancuar prej saj, madje ka deklaruar që policia ka reaguar në mënyrë proporcionale përmes gazit helmus, sikundër edhe për dhunën e ushtruar, dhe mendoj që përgjegjësia ka të bëjë me gjithë ato të cilët janë përfshirë në një protestë dhe që kanë përgjegjësinë e tyre të menaxhimit të saj, dhe këtu fliten janë për individet, janë për organizatorët, janë për policinë, janë për institucionet, dhe s'mund të adresohet një përgjegjësi individuale për të thënë që ky është përgjegjësi. Po flasim teorikisht, nuk më flasim duke adresu gjëra konkrete, sepse protestën njerëzit kanë të drejtën ta ushtrojnë këtë liri në drejt tyre kushtetuese në mënyrë paqësore, kuptohet edhe duke menaxhuar dhe duke administruar edhe ato emocionet e veta, sikundër edhe reagimi i policisë dhe struktura e përgjegjëse do të jetë proporcional. Dhe parë këtë vështrim qoftë parandalimi që pyetet, po edhe përgjegjësia duhet vënë balans elementet e gjithë secilit nga këto qoftë individëve, të organizatorëve, të policisë, strukturave, po ashtu edhe të gjithë institucioneve shtetërore, apo edhe partive politike, po flasim partitë politike qoftë të majtas edhe djathtas, në mënyrë që të jenë të koshient dhe të ndërgjegjshme përballë pakënaqësisë popullore, e cila çfarë kërkon të reflektohet shqetësimi i tyre, i demonstruar tashmë edhe përmes protestave. E qartë, por ndërkaq, zoti Lezi, nga ana tjetër, mes të arrestuarve ka edhe 4 të mitur, 17 vjeçar që u përfshin pranë veprime me pasoja serioze, dhe ky fakt nga ana tjetër ngre dhe shqetësimin moral edhe ligjor. Sa duhet jetë përgjegjësia e organizatorëve në këtë rast për sigurinë dhe mbrojtjen e të miturve në protesta?
Shiko, nderuar, kur flasim për të mitët, kemi një kategori sociale e cila ka një mbrojtje të veçantë për shkak të ligjit. Kemi parasysh që edhe parashikimet ligjore për këtë kategori janë të tilla, kemi parasysh për ato qoftë civile, por edhe ato penale, si çdo ligj ka parashikuar çdo gjë bëhet interes të fëmijës dhe të mitërve. Dhe nuk dëm mendoj që është edhe një retorikë politike, po si kundër lidhet me ushtrimin e drejtave që kanë çdo kush, pavarësisht moshës, pavarësisht kufizimit ligjor për të protestuar dhe kjo është një drejtë e tyre absolute dhe kushtetuese, por përballja e këtyre e ftërive me emocionet që ato kanë për të protestuar dhe reagimi që është i policisë kuptohet do të bëjë do në farë mënyrë ngjallat emocionin tonë çdo kujt të cilët policia vihet përballë të mitërve, po nuk besoj që jemi para një skenari i cili keq përdoren të mitur për arsye politike apo për arsye të protesta, sepse të miturit dhe çdo kush ka të drejtë protestojë për të armën e tij, të familjes tij, të jetojnë këtë vend. Dhe arsyet e të cilët njerëzit po protestojnë janë të shumta, kemi parasysh bjerrje demografike e cila tashmë Shqipëria mbi 1 milion kanë marrë rrugët e botës dhe nuk shohin shpresë dhe për këtë arsye ato kanë reaguar si kundër dhe janë përgjigje edhe ftesës opozitës, kuptohet që lidhet me agjendën e saj politike, kemi parasysh me zhvillimet dhe dinamikat e fundit të ndodhura, qoftë në aspektin ligjor, atë kushtetues, vendimet e marra, po si kundër debatin parlamentar, i cili çfarë opozita kërkon që kjo betejë të marrë shinat ligjore dhe mos të merren vendime politike të cilës çfarë mbron kazat të cilët opozita i ka denoncuar tashmë. Dhe mendoj që përdorimi i kësaj retorike, cilët e kompromenton opozitën duke thënë që po përdorni fëmijët për protesta, besoj që është më tepër politike se sa i përgjigjet sfidës reale apo realitetit, sepse çdo kush ka të drejtë të protestojë pavarësisht moshës, sepse po protestuan të rinjt të plesh çfarë do bëjnë? Plesht janë, po themi, me një mosha tretë e cila ne i përgjigjemi sfidave të mbijetesë tyre duke paguar taksa apo përmes pensionet të cilet ato marrin. Dhe çfarë kërkojnë ato? Rritjen e pensionit, çfarë kërkojnë të rritë një të ardhme të sigurt, si kundër edhe gjithë populli opozitar apo pjesa tjetër e shoqërisë kërkon që Shqipërinë ta gëzojnë të gjithë, jo vetëm një pjesë e pozitës, ndërkohë që pjesa tjetër ngelet e kufizuar në ato të cilët çdo kush ka të drejtë i përfitojë. Kemi parasysh problematikat janë të shumta dhe lidhur me përgjegjësinë, themi që përgjegjësia është një debat që bëhet midis asaj që thuhet përgjegjësisë kolektive me atë individuale, edhe këtu futen në përgjegjësi shumë institucione, nuk është thjesht vetëm opozitës, organizatorëve, individëve, pjesëmarrës në mitingje, po si kundër policia nga ana tjetër edhe gjithë strukturat të cilet janë të përfshira. Dhe si e tillë edhe fëmijët nuk besoj që në protesta përdoren në mënyrë qëllimore fëmijët, sepse askush nuk i kanë kontroll emocionet e tyre për të protestuar. Më tepër kjo janë individuale se sa të jetë një pjesë e një strategjie të mirë organizuar apo mirë menduar për t'i përdorur ato si mburoj për qëllimet e protestës. Jo, e qartë, por duhet të ketë një përgjegjësi, po them nga ana e organizatorëve për të mbrojtur këta të mitur të cilët marrin pjesë në protestë. E nderuar, e para njëherë këtë mbrojtje është ta jep ligjit e kushtetuesat, për ashtu siç e tham, për shkak të kufizimeve që lidhen me moshën dhe po themi edhe gjithë parashikimit ligjor, qoftë kodit penal, po edhe ato të civil, pikërisht këta janë bënë në ligji ka parashikuar mbrojtjen e posaçme, veçantë të tyre dhe çdo gjë bëhet në interes fëmijëve, madje edhe parashikimet penale lidhen me çdo lloj veprimtarie, po themi të miturve.
por nuk kemi në këtë situatë në kuptimin e asaj që t'i atribuohet protestës të mitur, sepse populli opozitar opozita u shfaq me gjithë fuqinë e saj, energjinë e derdhur në atë shesh ku pam një numër të madh protestuesish përtej dallimeve të moshës, të cilët në të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar ligjin, kuptimin e asaj që çdo gjë ishte bërë përputhje me parashikimin ligjor, me njoftimet, me përcaktimin e qëllimeve, me gjithë itinerarinë e lëvizjes, sikundër me deklarimin për të distancuar nga dhuna edhe nga aktet e dhunshme, pikërisht nga ana formale ishte në përputhje me qëllimet e protestës dhe ato të cilët protesta synonte, por lidhur me këtë kategori të miturve, të cilët shpesh edhe abuzohet në kuptimin e faktit që po keq përdoren të mitur, por nuk është rasti. Por tu thënë që shpesh miturit duke reaguar në format e tyre emocionale, dalin pamje të parë si këto emocione nuk kontrollohen dhe shpesh ato bëhen viktima edhe masave të sigurisë apo në efektit publicitar që vijnë nga pas reagimit në protestave. E thash, po të shohim pamjet që ju po nënçoni, askush nga këto të mitur nuk ka. Janë mosha 30, 40 vjeçare, 50 vjeçare dhe nuk shohin në vijën e parë të frontit të këtyre protestat mitur. Në fakt, zoti Lezi, sa u përket këtyre pamjeve, 16 punonjës policie janë lënduar, 2 pra kanë pësuar djegje të rënda dhe pamjet e ndërhyrjes ndërkaqeshme tregojnë edhe pasojat reale të përplasjes në protestën e mbrëmjes së dieshme. Si duhet të balancohet e drejta për protestën me sigurinë dhe integritetin fizik të punonjësve të rendit? Po, absolutisht, ndërruar do të thotë që çdo gjë do të jetë proporcionale, edhe do në reagimi i protestës, po edhe kundër reagimi i forcave të policisë, ku thjesht vetëm duke u parë pamjet dhe mënyrën si po reagohet, shohim që protesta paqësore, por edhe protesta ka dinamikën e saj si një proces i cili vjen pakënaqësia gjithmonë në rritje, e cila shfaqet në formën e saj, por duke ruajtur rendin e sigurisë dhe duke mos cënuar edhe integritetin e askujt nga pa themi të protestës, a qoftë palëve individëve aty që protestojnë në drejtën e tyre kushtetuese për një pakënaqësi që kanë, po sikundër edhe të drejtën e policisë dhe strukturave të sigurisë të cilët mbrojnë shtetin, mbrojnë institucionet, por po të shohim edhe reagimi ka qenë i tillë, nuk lejohet, nuk e di çfarë manuale përdorimi, policia mund të reagojë në atë formë që të hedhë gaz lotësjellësh të cilët kanë efekte të themi të rënda edhe në shëndetin e gjithë protestuesve. Kemi parasysh ndikimit e efektit të këtij përdorimi kanë qenë gjithandej përtes zonës së protestave. Kemi parasysh në një gjeografi kaq të madhe janë efektet e përdorimit të këtij gazi, nuk e di, nuk jam ekspert i çështjeve të sigurisë për të thënë që sa lejohet përdorimi i këtij gazi dhe sa i dëmshëm është ai për shëndetin. Po, nga shqetësimi i qytetarëve është që efektet e këtij gazi lotësjellësh janë djerë gjithandej, dhe nuk e di se sa është i autorizuar përdorimi i kësaj, po nga ana tjetër kuptohet do vend balans e drejta kushtetuese ligjore protestuesve për të shpalosur dhe për të protestuar, kuptohet në rrugë paqësore. Por nga ana tjetër edhe kundërreagimi do të jetë profesional, profesional në kuptimin. Por ajo ndoshta mund të ketë qenë edhe një kundërreagim pra ajo që sapo pamne në pamje, por kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka kërkuar ndëshkim për protestuesit të cilët sulmuan me molotov efektive të policisë tek kuvendi gjatë protestës mbrëmjen e së martës dhe në një reagim të parë pas protestës, teksa ka ndarë edhe fotot nga arsenali i molotovëve që policia ka sekuestruar, Rama thotë se uron që të bëhet drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkohen mbartësit armëve vdekje prurëse, ndërsa dënon edhe aktet e dhunës, kryeministri Rama shkruan se Partia Demokratike është e vetmja në të gjithë botën demokratike që ushtron dhunë, pra duke ju përmbajtur edhe protestës ditës së dieshme që ka ndodhur. Si keni parë zoti Lezi të gjithë reagim nga kryeministri shqiptar? Po, nderuar reagimi i kryeministrit është normal, është bën një reagim politik, një reagim
ligjor edhe duke qenë me statusin e tij edhe si kryeminist i vendit, po edhe si përfaqësues kryetari i Partisë Socialiste sot në pushtet dhe si i tillë reagimi do të jetë në këtë dy qasje, në një qasje ligjore, një qasje edhe politike duke i atribuar don gjithë përgjegjësinë organizatorëve të saj, organizatorëve të saj në rastin konkret opozitës, por nuk është thjesht vetëm Partia Demokratike aty, sepse kjo është një organizim i gjithë spektrit politik opozitar, pavarësisht nuancave dhe flamujve të opozitës, të cilët janë bërë së bashku në të drejtën e tyre për të protestuar për pakënaqësinë që ato kanë gjithmonë në rritje për ato problematika dhe agjendat politike të cilat tashmë janë bërë të njohura, zhvillimet e fundit qofshin ato të vendimet e gjykatës kushtetuese të cilët opozita çfarë kërkon zbatimin e këtij vendimin, kuptimin e asaj që çdo institucion në pavarësinë e tij çfarë do të zbatojë edhe vendimet e një pushteti tjetër dhe këtu kemi parasysh edhe këtë reagim të opozitës përmes protestave e cila çfarë ka kërkuar që betejën parlamentare në kushte që nuk i ka arritur qëllimet dhe objektivat e kësaj për shkak të forcës së numrit kartona që ka opozita ta zgjeroj përmes protestave popullore, të cilët kanë qenë të vijuse, nuk është thjesht vetëm ka qenë para 2 javësh, por të kemi edhe një protestë tjetër me mas simbolike dhe me ma emocionale që lidhen me 20 shkurtin dhe mendoj që në këtë rast don edhe qëndrimi i kryeministit Rama është ligjor në kuptimin e të drejtës së tij për të mbrojtur ligjin, për të mbrojtur institucionet e rendit të sigurisë në kuptimin e saj që duket thënë që janë dëmtuar rreth një numër i madh efektivësh të 16 të tillë me sa u tha. Dhe nga ana tjetër edhe për t'i mbrojt, për t'i inkurajuar ato në ushtrimin e detyrës, por nga ana tjetër edhe një adresim në përgjegjësive në qasjen e kryeministit për shkaktarët e kësaj. Por nga ana tjetër kuptohet edhe përdor edhe politikisht reagimin e tij për çfarë për ta atribuar edhe për ta zhvlerësuar kazën e opozitës e cila sipas në qasjen e kryeministit është një opozitë destruktive, një opozitë që bën protesta të dhunshme dhe si e tillë e zhvlerëson delegjitimon këtë lloj kaze duke referuar gjithë përgjegjësinë e Partisë Demokratike në rastin konkret, por mendoj që ky reagim nuk është vetëm një reagim që vjen nga, po themi, në rastin konkret, gjithandej shohim protesta që bëjnë opozitat dhe kuptohet edhe reagimi i qeverisë në ato vende është i tillë, është standard, po mendoj që do të vend kryeministri do të synon çfarë të vend balans dhe në harmoni, të ekuilibroj edhe aspektin ligjor po edhe atë politik, duke inkurajuar forcat e policisë dhe të mbrojtjes dhe sigurisë çfarë për mbrojtjen e sigurisë, mbrojtjen e vendit, e institucione, po nga ana tjetër edhe politik për ta dekoruar opozitën duke e delegitimuar në kazat e saj për shkak të asaj që këto protestat po shfaqen si të dhunshme, anarkike, pa ndonjë objektiv. Dhe mendoj që këtu kështu do pa edhe qasja në rastin konkret e qeverisë, për ta delegitimuar ata, për ta zhvlerësuar si një protestë e cila është për e dhunshme, anarkike, po nga ana tjetër edhe për dhënë edhe mesazhe mbështetëse për forcat e rendit dhe sigurisë. Në është një reagim, po themi, qëllimor në dy qasjet e saj. Mirë, zoti Lezi, për ta mbyllur, ndërkaq sekretari organizativ dhe disa deputet të tjerë janë vënë në tim për udhëheqjen e protestuesve në përplasjet që kanë ndodhur me policinë mbrëmjen e djeshme. Mendoni se mund të garantohet një proces i drejtë, por edhe i paanshëm nga ana tjetër, dhe kur përfshihen figura të larta politike? Me sa di unë, jo vetëm këtë protestë, po në gjitha ato, pavarësisht se kush i organizon ato bën në përputhje me përcaktimet ligjore dhe ligjin për tubimet, duke bërë njoftimet përkatëse, duke përcaktuar qëllimin, pjesëmarrjen itinerare po themi lëvizjes saj dhe kuptohet edhe qëllimet e protestës, të cilët Partia Demokratike dhe opozita është deklaruar që është një opozitë
është një protestë e faqësore, si e tillë është deklaruar, por që kur flasim për përgjegjësitë nuk janë kolektive në kuptimin në rast se do ketë akte dhunshme se kush përgjigjet për përgjegjësitë e tij për aktet që kryen në kuptimin ligjor të saj, por në aspektin politik organizatorët këtu kemi dhënë opozita përbëhet nga deputetët, për deputetët qoftë niveli sekretar ekzekutiv, po edhe ato nivelet e tjera të cilët kanë një imunitet diplomatik, një imunitet parlamentar, do të është kushtetuta e cila i mbron ato për sa i përket ushtrimin e drejtave të tyre politike dhe gjithë veprimtarinë. Dhe në këtë sens mendoj që përgjegjësia e tyre nuk është ligjore në kuptimin e saj se sa është një përgjegjësi politike. Në kuptimin përgjegjësi politike është që për ato të cilët ka dëshiruar dhe është organizuar protesta lidhet me përmbushjen e objektive dhe qëllimet të saj dhe në këtë sens do pa. Ndërkohë për sa i përket përgjegjësisë ligjore të atyre që protestojnë, kjo është e rregulluar në kuptimin e përcaktimit ligjor në ligjin për tubimet, në ligjin për të drejtën për të protestuar, por sikundër edhe në të drejtën për të garantuar paqen, sigurinë dhe përrendin, dhe këtu do pa edhe kjo aspekt. Ndërkohë që politikanët, siç e dim, janë subjektet jo të një ligji, po themi zakonshëm, po janë të ligjet posaçëm, një ligjet posaçëm të cilët gjithmonë tashmë e dim që ato akuza apo çdo lloj përgjegjësie që mund t'i atribuohet atyre kalon përmes strukturave të tjera, jo ato të jurisdiksionit përgjithshëm. Dhe si e tilla shumë e vështirë për të vërtetuar fajësinë e tyre në lidhje me ushtrimin e drejtave kushtetuese që kanë bënë me ato që thamë të drejtën për të protestuar, drejtë e cila është e garantuar me ligj dhe me kushtetues, sikundër edhe të drejtën për të garantuar edhe mbrojtjen e rendit dhe sigurisë. Po kemi parasysh që kur flasim politikisht, se protestat janë politike, vijnë në balancë arsye të shumta që ka populli opozitar dhe opozita për të protestuar, qofshin ato që u përmendën në lidhje me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, që për aspektet ekonomike, për korrupsionin, krimin organizuar, për koncesionet, për gjithë ato shqetësimet të cilët njerëzit tashmë janë sensibilizuar dhe ngrihen protesta, ne tashmë i shohim përmes mediat protestat që bëhen në rrugë kanë mban vendit për çështjet e pronave, për çështjet e investimeve strategjike ku synohen të drejtat pronësore të individëve dhe si e tillë janë bërë bashkë të gjitha këto lloj shqetësime, të cilët marrin formë përmes protestat të cilët thirrën dhe materializohen në këto ditë të protestash, po protestat asnjëherë nuk do të kenë të ndalur, ato do të vijojnë, do të jenë pjesë e strategjisë dhe luftës politike të opozitës, në kushte që gjithë ky debat parlamentar po dështon dhe këto kazat e saj të ngrita në seanca parlamentare po dështojnë për shkak të faktit që nuk i kanë numrat, atëherë i drejtohet popullit opozitar edhe për të rriti honën dhe sensibilitetin e faktorit ndërkombëtar i cili në farë mënyrë i ka bërë jehon këtyre protesta për hir vërtetës, ku ka mbështet protesta, por ka mbështet nga ana tjetër edhe ka bërë thirrje për rujtjen e paqes, sigurisë, sikundër edhe për protestat të protesta paqësore, E qartë, mirë, zotë Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua nderuar. Faleminderit shumë. Faleminderit të ftesën. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema deri atëherë, mirupafshim.